Duke u referuar vendimit të gjykatës së lartë, ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu ka kërkuar përjashtimin e Irena Gjokës nga seanca paraprake për tragjedinë e Gërdecit. Referuar vendimit të korrikut të vitit 2025 të gjykatës më të madhe në vend, Mediu argumentoi se ekziston papajtueshmëri ligjore që gjyqtari i seancës paraprake të shqyrtoi dhe çështjen e themelit. Por përgjigjen ja dha vetë gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka, e cila tha se ka qenë vetë ajo që ka dhënë dorëheqjen nga shqyrtimi, kërkesë që është rrëzuar nga gjykata e posaçme. Në përfundim të seancës, Mediu përpara gazetarëve hodhi akuza, duke thënë se procesi është i diktuar politikisht dhe kundërshtoi akt ekspertizat e prokurorisë së posaçme. Ato që pretendon prokuroria që sjell si prova, janë disa akte ku nuk përmendet asgjë kundër ministri, nuk kanë asnjë lidhje me ministrin. Sillem më tepër për të krijuar akoma këtë përshtypjen që ministri po diskutohet dhe gjykohet për sa i përket shpërtimit në Gërdec. Unë nuk gjykojmë për shpërtimin në Gërdec. Këtë ka thënë gjykata dhe prokuroria që në fillim të procesit. Unë gjykojmë për shpërdorim detyre. Në asnjë nga këto prova të sjella nga prokuroria nuk ka asnjë akt ligjor kushtetues apo vendim Këshillit të Ministrave që ministri mund të ketë shkelur për të bërë shpërdorim detyre. Seanca radhës për çështjen Gërdeci u shtypër në datën 13 mars.